Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur mbështetjen e opozitës për protestën qytetare në Zvërnec, duke deklaruar se megjithse nuk është organizuar nga Partia Demokratike, ajo përfaqëson një reagim të fuqishëm qytetar, i cili duhet të përfundojë në mënyrë paqësore. Duke folur nga Sarajeva, ku po merr pjesë në një konferencë të Partisë Popullore Europiane, lideri demokrat e përshkroi situatën politike në Shqipëri si alarmante, duke krahasuar vendin me një sallë urgjence për shkak të tensioneve dhe protestave të vazhdueshme. Shqipëria ndodhet në sallën e urgjencës, është një dhomë urgjence, po përballet me protesta të cilat nuk janë parë më parë. Kjo lëvizje megjithse nuk është e organizuar nga partia jon, ne e mbështesim. Është një lëvizje qytetare shumë e fuqishme dhe duhet të përfundojë në mënyrë paqësore, duke zgjidhur krizën e rëndë që ka përfshirë Shqipërinë sot. Sipas tij, për të shmangur përplasje dhe për të garantuar stabilitetin politik, nevojitet ngritja një qeverie kujdestare që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mendoj se problemi më themelor i vendit tim është mungesa e zgjedhjeve të lira, prandaj ndihma më e madhe do të ishte një qeveri kujdestare, e cila do t'i garantojë një proces zgjedhor të lirë dhe normal. Në përfundim, ai theksoi se forcimi i shtetit të së drejtës dhe garantimi i zgjedhjeve të lira mbeten kushtet themelore për funksionimin e demokracisë dhe për rritjen e lirisë së qytetarëve.